Nuk është e keq kuptuar azilja. Azilja është shumë e mirë për gjëra të tilla sepse krijohet një ambient atje që kanë edhe doktor, kanë edhe terapista, kanë edhe njerëz që i shikojnë çdo ditë. Kurse për një motër, për një nën, për një vëlla, për një grua, për një burrë që të ketë kujdes bashkëshortin ose vllajin, është jashtëzakonisht e vështirë në shtëpi. Pikërisht, një ndër arsyet që ne po e trajtojmë këtë temë është sepse shpesh kemi dëgjuar këtu në Shqipëri zakonisht, ndodh që X i moshuar në një X azil u dhunua, u keq trajtua, nuk i trajtojnë mirë dhe si do të reagojnë familjarët, siç e tha dhe ju që mund të jesh në punë, mund të kesh një aktivitet dhe s'mund të lësh ti të gjitha punët e tua për ta çuar prindrin se jeta vazhdon për të gjithë. Vetë personalisht mendoj që një fëmijë për prindin e vet duhet të sakrifikojë. Pra ky është mendimi im që kur bëhet fjalë prind, fëmijë, pra aq kohë sa prindi ty të ka lind, ka rrit, ka edukuar, është plakur. Pjesë e familjes tënde janë. Edhe gjaku është gjaku. Këtu do të dile edhe unë, rasti me vllajin, pra unë për shembull kam gjyshun në shtëpi, kam dhe nuk do ta mendoja kur që ta çoja gjyshin tim në azil, por nuk i dihet jetës. Është kjo pjesa. Mos thuaj fjalë të mëdha sot. Nuk i dihet jetës. Në rastin tuaj, pra ju si familjar, e keni gjetur si një lloj zgjidhje dhe më shumë mua më rri mendja tek pjesa e kushteve të azileve. Pra a i trajtojnë mirë, a sillen mirë, a kujdesen maksimalisht. Shiko. Në këtë aspekt, domethënë kjo çdo gjë ka dy anë. Si dhe korja që ka dy anë, leku, monedha ka dy anë, edhe jeta ka dy anë. Për të mos thënë që shumë gjëra kanë edhe 3 anë, edhe 4, edhe 5, është ajo plani A, plani B, plani C, kemi të gjitha ngjyrat, kemi vetëm bardhëzit, kuqet, jeshilet, verdha. Ideja është që në azile i mirë trajtojnë. Bëhet fjalë për një azil në shtetin grek apo në Athinë? Po, nuk kanë shumë ndryshime. Sepse ajo është një biznes që është hapur gjithandej dhe kam dëgjuar edhe për në Shqipëri. Nuk ka të bëjë se je në Greqi apo në Shqipëri apo në Amerikë dhe të trajtojnë keq ose të trajtojnë mirë. Nuk ka të bëjë fare me vendin. Njerëzit duhet të jenë të edukuar të shikojnë disa gjëra për sa i përket aziles. Në azile nga një anë është mirë për ne pjesëtarët e familjeve të familjes të kemi njeriun tonë në azile sepse neve duhet të vazhdojmë jetën tonë dhe natyrisht kjo nuk dëgjohet shumë selfish, domethënë vetëm për veten tonë. Nuk ka të kuptim, ka kuptim që neve duhet të vazhdojmë jetën. Unë dua të punoj, unë kam lënë punën një vit tash për shembull. Dhe unë kam të gjitha faturat e mia për të paguar. Kam jetën time, kam piksynimet e mia, kam djalin tim, kam familjen time, shumë njerëz janë të martuar, dhëndurët nuk duan, nuset nuk duan, sepse dhe ato kanë të drejtat e tyre. Pikërisht, domethënë është një zgjidhje e mirë. Për të dalë tek kjo, te vazhdimi i jetës që fundit është e domosdoshme. Atëherë të shkosh në azile nuk është turp, është bile një gjë shumë e mirë që populli shqiptar sidomos duhet të edukohet më shumë me këtë, megjithëse kam dëgjuar që janë hapur dhe azile edhe këtu. Duhet të jesh i edukuar në këtë fushë që të mos ta marrësh për ters. As ta ndjesh veten tënde fajtor, si e lash unë maman time, si e lash unë vëllain tim, motrën time në azile. Jo. Është një vend që kush e ka nxjerrë i pari ka bërë shumë mirë që e ka nxjerrë, po gjithmonë me kuptimin e mirë të fjalës. Dhe gjithmonë duhet që shteti të jetë më vigjilent ndaj këtyre institucioneve. Kjo vlen për të theksuar. Shumë. Dhe bile unë do t'i thoja shtetit, në vend të bëj këto gradacela 40 katëshe, të hapi sa më shumë azile që të kenë mundësi njerëzit të shkojnë atje, të jetojnë me dinjitetin që kanë jetuar kur kanë qenë të rinj, se dikush ka qenë avokat, dikush ka qenë president, dikush ka qenë punëtor, dikush ka qenë fshezaxhi. Nuk ka rëndësi, njeriu është njeri dhe ka dinjitetin e vet. Dhe atë duhet ta ruaj mbas pagesës, sigurisht. Ashtu siç e ka pasur ai njeri. Dhe unë si motër, ose si nën, si bab, ose si vëlla, si djalë, si motër, nuk lejoj që një azile të më keq trajtoj njeriun tim, se në fund të fundit unë e paguaj për atë punë. Tashti, tu në Shqipëri, unë edhe në Greqi, nuk po them, edhe në Amerikë, ka njerëz që punojnë brenda në për azile, që janë të shkëlqyer në marrëdhënie me të sëmurin, sepse din gjendjen e tij dhe i trajtojnë ashtu siç duhet.
por ka dhe nga ata njerëz që e bëjnë atë punë se nuk e duan. Çfarë do lloj pune që do bësh sot duhet ta bësh me pasion sepse e do. Ata njerëzit që nuk janë humanitar, nuk duhet të shkojnë për këto punë. Vetëm se duan të marrin lekun. Mund të pyesësh njerëz ti thuash që pse u bëre ti avokat, ose doktor, ose ku diun, një profesion tjetër për flokët, ose aty bën lek. Kjo përgjigje është një big jo. Një tabele madhe stop. Në qoftë se ti nuk e dashuron atë punë që bën, mos e bëj. Sepse ti duke e bërë për lek, nuk e bën me shpirt dhe pasojat e tua i pëson një tjetër, i cili është i sëmur dhe mbi të gjitha të paguan. E kupton domethënë mentalitetin? Sigurisht që ky është mentaliteti, por prapë qëndrojmë tek pjesa që shteti duhet të jetë sa më shumë, të paktën këtu në Shqipëri, sepse për Shqipërinë ne që punojmë në media ka raste pafund, rasti Fierit që më kujtohet më për moment tani ka qenë që ishte një rast në Fieri që punonësit e azilit i keq trajtonin. Pacientët në Tiranë ka pas disa raste, domethënë për 1-2 azile që i keq trajtojnë. Pra, në këto raste thjesht detyra që duhet bëjë shteti duhet të jetë më shpesh prezent në këto institucione. Duhet të ketë kontrolle. Të ketë kontrolle periodike në mënyrë që edhe ai që ka hapur azilin të vihet para një lloj përgjegjësie për të përzgjedhur stafin. Dhe vim tek ajo që tha ty që jo çdo kush mund ta bëj çdo lloj pune, ama nëse ti pranon që ta bësh këtë punë, mundohesh ta bësh nga fillimi në fund tamam. Domethënë një punë, çfarë do lloj puni që të jetë ajo, nuk bëhet vetëm se më bën shumë lek. Një njeri i zgjuar, një njeri që do që të trajtoj veten e tij si njeri dhe do të avancoj, ato të dyja do t'i martoj të dyja. Domethënë do martoj atë që dëshirën e tij me anën financiare. Nëse ti nuk je i Zoti që ti gjesh, nuk është gabimi i tjetrit. Sigurisht. Prandaj, këto azilet kanë shumë punonjës që janë të mirë, por edhe ka shumë punonjës dhe disa punonjës që nuk e bëjnë atë punë me shpirt. Prandaj, përderisa ekziston ky disproporcion që nuk është e drejtë, pjesëtarët e familjes duhet të rinë atyre institucioneve në kokë. Pra përveç shtetit, edhe pjesëtarët e familjes janë kërkues. Familja është kryesorja, sepse sado besim që ti japësh tjetrit, kurrën e kurrës nuk do ta bëj ashtu siç e bën ti. Nga ana tjetër dhe unë nuk do t'i kërkoj të gjitha gjërat 100%, sepse tash ata kanë 20, 30, 100 veta brenda aty dhe nuk mos të diskutojmë arsyet ti dim pse. Tani, duke i kontrolluar këto njerëz, këto institucione, shumë njerëz nuk e bëjnë nga frika. Atë që e kam thënë dhe në emisione të tjera, që njerëzit nuk kanë guxim të thonë të vërtetën, sepse kanë frikë se mos ja përzën të sëmurin, ose do bëhet i keq ai me institucionin. Jo zemër. Nuk më intereson mua se çfarë thot punonjësi i institucionit. Vëllai im dhe çdo i sëmur është atje për gjithmonë, derisa ai tiki nga jeta që e ka caktuar Zoti. Unë nuk do lejoj asnjë punonjës që shkon në mënyrë të përkohshme për të punuar aty, që të shkatroj më tepër jetën dhe shëndetin e njeriu tim, dhe ndërkohë që unë e kam paguar. E kupton? Kemi arritur në një moment që në shumë vende bëhen abuzime të tilla, sepse njerëzit nuk flasin, kanë turp të thonë të vërtetën. Unë nuk e kam problem të kem shumë pak miq në jetën time. Ose mos kem dhe asnjë, mos kem as familje, mos kem as njeri. Vetëm e di që kam luftuar dhe do të luftoj për të vërtetën, për të drejtën. Sepse njerëzit nuk e kuptojnë që kur i bëri një padrejtësi njërit, do ketë shumë pasoja të tjera nga mbrapa, që shtëri tashit dhe ti numëroj. Një gjë e keqe, vura këtë këtu unë, kjo ra. Pasojat kush janë, jo vetëm që u derdh kafja dhe unë humba kafen, jo vetëm që unë thyva filxhanin, jo vetëm që u bë pis këtu dhe unë duhet harxoj kohë që të pastroj, dhe jo vetëm që më ndërpreu nga biseda me ty. Ama bash do jemi miq, mbas se po flasim për gjëra të drejta. Natyrisht. E drejta më në fund do fitoj. Sigurisht. Natyrisht duhet të dim të gjithë që në rrugën tonë do kemi e zem 100 veta, nga të 100 veta po pate një mik je me fat. Po nuk pate
As mos e qaj kokën fare, as mos qaj, as mos qesh, as mos bërtit. Unë e kam bërë këto gjëra, sepse më vriste brenda vetes. Po jo, tash që u rrita kam ndryshuar. Nuk më doti 100 herë se unë të thash të vërtetën, unë s'të dua 200 herë. Kjo tregon që nuk jemi të njëjtit nivel. Secili zgjedh rrugën e vet pastaj. Gjithsesi të shkojë në rrugën e vet, por kjo rruga vet ka dhe një gjë tjetër. Që mund të vi një kohë mbas një viti, 2 vitesh, 3 vitesh, kur këtij personi që të ka bërë të padrejt, do t'i ndodhi një gjë e tillë, se në jetë të gjitha këtu lahen. Edhe do t'i ndodhi dhe do thot, "Ua, po çfarë më thoshte mua ajo Lena Kazaqi atëherë?" Edhe kjo më ka ndodhur shumë herë. Edhe mua dhe shumë njerëzve si unë, nuk them unë që unë jam e vetmja që jam e drejtë. Të kthehemi tek sëmundja. Kjo sëmundje është një sëmundje që hecën me hapa shumë të shpejta, por ndonjëherë të duket dhe me hapa shumë të ngadalta. Që do të thotë shumë njerëz, kur nuk e jetojnë nga afër atë person që është i sëmur, nuk e kuptojnë që nëse i mban mend për 1 sekond, nuk do të thotë që mban mend më vonë. Për shembull, ç'ndodh me vllajin tim? Shkoj unë aty i them, "Ha mo, sa më shikon, ua, erdhe ti, nuk pushon së më puthuri." Ato infermierët atje, domethënë të njerëzit atje çuditen, çfarë dashuri kemi ne të dy. Edhe mbas 2 minutash, "Ha do dalim xhiro ne tash?" Po, hajde dalim xhiro. Shkojmë xhiro dhe fillon. Flet kot gjëra. Shikon malin për shembull, këtu i kujtohet kora që ka qenë ushtar. Edhe më thot, "Oh, këtu në mal po bëhet luftë", për shembull. Ose fillon flet gjëra koti. Edhe unë ulem. Gjëra koti që nuk kanë lidhje kronologjike me njëra tjetrën. Jo, edhe nuk kanë lidhje me momentin që ne jemi të dy. Edhe unë duket s'ko flet për një kohë tjetër. Po. Unë tash e pyes, kush jam unë? Më shikon dhe nuk më flet. Nuk reagon. Ha pra, kush jam unë tani? Nuk reagon. Pastaj e ka për shumë dhe i them unë, "He, duqeri, për shembull, një paracukull, një kështu nickname që kishim neve që thristim njëri tjetrin, edhe atëherë sikur i vjen pak. Edhe nga që është dhe shumë i zgjuar, më të shumta të herëve, nuk më mban mend emrin, por thot, "E, ça jam unë edhe ti." Do me thënë që jemi një gjak.